Mirëmbrëma të nderuar miq, takohemi sërish me të pashoqja dhe për këtë të mërkur. Do të mbetemi si gjithmonë në analizën shtëruese të aktualitetit, por këtë herë nuk do të fokusohemi vetëm tek fushata elektorale e 11 majit me kandidatë të ndryshëm, por do të shterojmë, besoj unë, me atë që unë kam sonte të ftuar në studio, edhe aktualitetin e kronikës zezë, siç e quajmë ne, por duhet theksuar se pak ditë më parë, 2 atentatet një pas njëshme tron ditën mbar opinionin publik me protagonist edhe të mitur si kur më parë. Kështu që jemi të detyruar të bëjmë një analizë në këtë drejtim, ndoshta edhe një bilanc të punës, të performancës së organeve të rendit, por jo vetëm, duke e zgjeruar edhe harkun e bisedës përtej politikës. Me mua në studio sonte do të jetë Arjan Hoxha, ish drejtues i lartë i Policisë së Shtetit, aktualisht kandidati i Partisë Demokratike për Tiranën për zgjedhjet e 11 majit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit. Unë besoj se jeni njeriu i duhur për ta gërshetuar këtë lloj analize, eksperjenca juaj, karriera juaj e gjatë në Policinë e Shtetit, sigurisht që ju lejon të komentoni pjesën e parë për atë që unë bëra një rezume të shkurtër e më pas të kalojmë tek fushata elektorale, sepse kam bindjen unë, por edhe shumë kusht tjetër, që nëse ka një fushat me thelb dhe me vlerë që duhet i bëhet kundërshtarit politik, është bilanci i punës së tij, mendoj unë, se nga që ne jemi mësuar me fushat alla tallava, sidomos këto kohë, me elemente të tillë, kështu që e kemi humbur pak thelbin e aktualitetit. Absolutisht, ajo analizë që ju bëni është reale sot në terren, sepse kemi të bëjmë përveç tjerave, mendoj që një ndër arsyet kryesore pse sot Shqipëria ka rreth 1 milion të larguar është mungesa e rendit dhe sigurisë në këtë vend. Është një ndër arsyet kryesore përveç të tjerave, nuk do hym tek në fillimisht. Një nga arsyet e shpopullimit, po themi, siç e keni quajtur ju. Një ndër arsyet e shpopullimit është mungesa e rendit dhe sigurisë dhe pasigurisë, jo vetëm për biznesin, por edhe për jetën e të afërm apo të individëve, e qytetarëve në përgjithësi, edhe intelektualëve të cilët janë larguar, ata intelektualë të cilët parsore kanë rendin e sigurinë e pastaj mund të kenë ekonominë, sepse parën dhe sigurisë ka as ekonomi, ka as vimësi, ka as shpresë për nesër. Tani, të ndalemi ta nisim analizën me 2 atentatet e fundit, ku si rrallë herë, ndoshta për herë të parë, me protagonistë të mitur, domethënë asnjë reagim nga zyrtarët më të lartë të linjës, qoftë Ministri i Brendshëm, qoftë kryepolici Proda, për këto ngjarjet një pasnjëshme kaq të rënda. Si e keni parë ju këtë heshtje, këtë e shoh në 2 këndvështrime. E para, tendenca për t'ju shmangur analizës së vërtet, tendenca për të sqaruar opinionin publik, tendenca e largimit të përgjegjësisë për dal jo vetëm në media, në konferenca shtypi, por edhe për të sqaruar realisht opinionin publik dhe për t'i dhënë atij garanci për një rend dhe siguri dhe për zbardhjen e këtyre ngjarjeve të rënda kriminale, por nga ana tjetër shikojmë edhe krimin organizuar, i cili tashmë nuk ka asnjë kod, nuk ka asnjë rregull, as normat elementare që kanë edhe këto që janë praktik, po themi, në të drejtë në precedent të mëparshëm, që nuk kursejnë as jetët për të arritur atë qëllimin e tyre kriminal, nuk kursejnë as jetët e fëmijëve të mitur. Unë i uroj absolutisht shërim sa më të shpejt dhe të plot të gjithë të dëmtuarve dhe në mënyrë të veçantë fëmijës mitur, dhe uroj që mos ketë asnjë pasojë jo fizike, por as psikologjike nesër pas nesër, por ju garantoj që dëmi psikologjik që shkakton jo vetëm të në rastin konkret, por të shumë të mitur, dëm psikologjik që shkaktohet nga krimet e njëpasnjëshme, nga situata e nder në lidhje me krimin e organizuar me rend dhe sigurinë, është një dëm psikologjik që i shkaktohet brezave të ardhshëm, i shkaktohet gjithë shoqërisë dhe mungesa e besimit në institucione, në policinë e shtetit, në prokurori, në gjykata, në gjithë, po themi, korpusin institucional në cilët njerëzit besojnë dhe shpresojnë për një rend dhe siguri, për një të ardhme më të mirë, është për fat keq ndihet e vesuar, ndihet e goditur në esencë, në thelb, dhe nuk mjafton kjo me një reformë që bëhet për PR, me ndryshime strukturore që në fund ditës nuk mund të asigurojë rend dhe siguri asnjë drejtues policie, të cilët përmes proceseve farsë dhe politike ndrohen
një herë në 6 muaj dhe bën amendime, ndryshime ligjore e urdhresa të ministrave të ndryshëm apo dhe vetë VKM të kryeministit në lidhje me mënyrën e përzgjedhjes burimeve humane njerëzore që do të drejtojnë në rol menaxherial, teknik e operacional policinë e shtetit, por thjesht dhe vetëm kemi ndryshim emrash, ndryshim pozicionesh, por në të vërtetë nuk kemi më tepër rend dhe siguri në këtë vend. Nga eksperienca juaj, jeni hasur më parë me një atentat ku protagonist janë fëmijët? Shiko, që të jemi sinqert, unë jam marrë shumë vite me hetimin e krimit, kam qenë drejtues, po themi edhe menaxherial, po edhe drejtues i rolit të mesëm dhe të lartë, por kam qenë edhe nga ato që jam marrë edhe me pjesën, po themi, pjesën teknike. Pra duke kryer edhe vetë veprime procedurale. Realisht unë më tepër jam marrë me hetimin e krimit të organizuar, por atyre që kanë të bëjnë me drejtimin e kundër krimeve ekonomike, financiare dhe korrupsionit në administratën publike edhe në institucione të tjera, pra kjo ka qenë më tepër ekspertiza ime gjatë karrierës time policore, por ka patur raste që jam marrë edhe me hetimet e ngjarjeve të rënda. Nuk jam hasur drejt për drejt, të jemi sinqert në veprime procedurale apo në hetimin e rasteve kur dëmtuar kanë qenë të mitur dhe nuk ka qenë, siç ju thash dhe më lart, tendenca e këtyre dhe nuk ka patur raste paktën në karrierën time, sepse mund të ketë patur raste unë si sjell në vëmendje kur krimi dhe grupet e organizuara, krimi i organizuar të godasi mbi fëmijët apo ai mund të ndodhi, po mund të ndodhi në disa raste të paparashikuar, pa planifikuar, kurse në rastin konkret gabime. Kurse në rastin konkret nuk mendoj. Sipas përvojës tuaj si e shihni, se mund mos keni informacion po. Jo, kam informacion ato që kam përcjell realisht përmes media sepse kam ndjek si situatë. Dhe sipas informacionit që kam unë në mediave të tjera, ka qenë një goditje e planifikuar. Nuk mendoj që mund të ketë qenë rastishme. Jo, me gabim shënjese mund të ketë lajthitje në objekt, mund të ketë lajthitje në objekt, i them sepse mund të kenë qenë makinat e ngjashme ose automjetet e ngjashme, por jo që nuk kanë qenë në vëzhgim, në survejime të tjera me radhë. Kjo i ngelet pra hetimit. Pra nuk ka gabim në informacionin që kanë disponuar se kush ndodhej në makinë, thoni ju? Jo, unë them që aty mund të ketë ndodhur, kjo është një ndër pistat e tij, pra ka lajthitje në objekt në sensin që mund të kenë dashur të godasin një automjet, po themi Range Rover, me ngjyrë të zezë me targë XY dhe mund të kenë ngatruar targen ose modelin e po pra, atëherë ka ngatres. Ka ngatres. Mendoj ekziston, për mua ekziston opsioni i ngatres sepse do ishte sinqerisht do ishte, nuk e di, do ishte kafshërore që të hapin zjarr mbi fëmijë të mitur. Do ishte për mua nuk do ishte fare nuk edhe pse janë absolutisht mendoj ndërshkimin më të madh ligjor, ato që kryejnë vepra të tilla me pasojë jetën e njerëzve apo kundërshtarëve të tyre, rivalëve të tyre në aktivitetin e tyre kriminal, por të arrijnë deri aty sa të mos kursejnë as jetën e një fëmie, unë nuk mendoj që mund të ketë një mendje njerëzore, sado kriminale qoftë ajo, që të drejtoj armën kundër fëmijës. Sipas jush, pas kësaj ngjarje, kush duhet reagonte dhe si? Duhet reagonte drejtuesi i policisë shtetit. Duhet reagonte fillimisht duhet reagonte përmes forcës ligjit, po i themi forcës ligjit duke ndërmarrë ato veprime të para hetimore, procedurale të tjera me radhë, që të bënte të mundur identifikimin e autorëve dhe vënien para përgjegjësisë më pas dokumentimin ligjor, sepse kjo është më e rëndësishme, dokumentimin ligjor me prova, me fakte të cilat kthehen në prova dhe vënien para përgjegjësisë deri në ndjekjen e këtij procedimi, deri në identifikimin e qartë të rolit të gjithë secilit autor të përfshirë, ekzekutor, organizator, nxitës, porositës e tjera me radhë sipas roleve që kanë patur në rastin konkret, por e dyta do të kishim një reagim po ashtu nga drejtori i policisë shtetit, por dhe nga ministri i brendshëm. Në rastin konkret i cili është i përfshirë në fushat bashkë me ekipin e tij policor dhe ekipin e tij që kanë varësi drejt për drejt të shërbimit për çështjet brendshme ankesa, SHQBA-s, dhe duhet të reagonte që të siguronte të afërmit, por edhe qytetarët, në radhë parë gjithë qytetarët që të shkojnë deri në fund të vërtetës, do ta zbardhin tërësisht të ngjarje, dhe jo vetëm këtë ngjarje, por kemi dhjetra ngjarje që përsëriten muaj pas muaj, e ditë pas dite, ku policia e shtetit ka dështuar në parandalimin dhe zbulimin e ngjarjeve të rënda kriminale. Është mjaftuar
thjesht me ato përgjime që janë në aplikacion që kanë ardhur me letër porosi të gatshme nga Belgjika, Franca, Anglia, ku diun më radh, por veprimet procedurale të policisë dhe institucioneve tjera të prokurorisë apo të SPAK-ut për mua janë ineficient në aktivitetin e tyre, kanë zero hetime proaktive. Hetime proaktive janë ato hetime të cilat bëjnë me iniciativen, sipas informacioneve dhe protagonist janë subjekti, janë policia e shtetit me strukturat e saj që duhet të ketë shtrirra gjithë territorin. Mungesa e reagimit tyre në këtë rast, a lidhet ndoshta me faktin të mos jepnin sepse nuk i konvenonte për hir të fushatës elektorale? Apo jo vetëm? Jo vetëm fushatës elektorale, kjo është një ndër arsyet, sepse në fushatë elektorale absolutisht rendi dhe siguria ka një zë goxha të fuqishëm, sepse siç e thash më lart, rendi dhe siguria janë parsore, se pa jetën nuk mund të kesh asnjë lloj, nuk mund të mendosh për gjë tjetër, po s'ke jetën e sigurt. Por e tjetra është që të ulet ajo ndjeshmëria e opinionit publik. Të mos jenë shumë të ndjeshëm dhe tulet si thuash pritshmërit apo të ulet besimi dhe qytetarët të mos fokusohen shumë tek këto ngjarje, të mos i bëjnë presion, sepse duke mos i dhënë zë institucione, duke mos i dhënë zë media, duke u munduar që të mos i japin shumë në moment që ata do reagonin, do sfumohi si rast dhe do harroi në opinion publik, do harroi si shumë ngjarje të tjera të rënda kriminale, të cilat punën e policisë shtetit po ta krahasosh me bilancen e mëparshme, edhe po ta krahasosh me një që absolutisht çdo policim ndërkombëtar e ka bazike, se sa në çfarë përqindje është sot krimi i organizuar, sa i sofistikuar është, sa ndikim ka në politikën shqiptare, sa ndikim ka në institucionet shqiptare, sa ndikim dhe sa presion kanë qytetarët, jo vetëm në votime, por edhe në aktivitetin e tyre, edhe në tenderime, edhe në jetën ekonomike e politike të këtij vendi, absolutisht është një situatë dramatike e pa precedent ndonjëherë në historinë e shtetit shqiptar. Është e vetmi rast mendoj në shtetin shqiptar kur politika dhe krimi janë një, ku krimi drejton politikën dhe jo politika krimin, dhe krimi ka influencat e veta në gjitha institucionet dhe vendimarrjet kryesore politike në këtë vend. Kjo është fatkeqësisht, unë e them me binje të plotë, e them nga eksperjenca, e them nga informacionet, absolutisht informacionet jo vetëm të mia, po edhe të medias, edhe të gjithkujt që takon në këtë vend, nuk është thjesht perceptim. Kjo është realiteti që ka ndodhur në këtë vend, realitet fatkeq, realitet që duhet ndryshuar, dhe kjo ndryshohet duke i dhënë besim jo vetëm opozitës, por duke i dhënë besim asaj që mund ta bëj të mundur këtë. Opozita absolutisht mendon dhe shpreson dhe po punon me një program alternativ, po punon me ekspert shumë të mirë edhe në fushën e rendit të sigurisë, dhe këta ekspert janë ato ekspert që u larguan nga policia e shtetit në vitin 2013, sepse po të ishin pjesa dërmuese këtyre që janë larguar mbi 800, un kam qenë sekretar dhe pothuajse tani vetëm për hir të fushatës, sekretar i përgjithshëm dhe përfaqësues ligjor i shoqatës punonjësve të policisë të liruar. Po të ishin ato në detyrë, realisht nuk është se do kishin, sepse politika për fat keq influencon drejt për drejt mbi policinë e shtetit, por ju siguroj që do kishim më shumë rend dhe siguri, ju siguroj që Sajmir Tahiri nuk do të arrinte të kultivonte dhe të mbillte me drogë, të kanabizonte gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, ju siguroj që ndoshta ai ministri nuk do ta kishte jetën aq gjatë, sepse nuk do gjente vartes e drejtues policie strukturë të inkriminuar brenda radhëve të policisë, me të cilët mund të arrinte të garantonte këto grupe kriminale që të kultivonin, të tregtonin, magazinonin jo vetëm lëndë kanabisativa, por Shqipëria të kthehej një rrugë. Opozita ka thënë ishte projekti kryeministrit Edi Rama. Po projekti me ka zbatuar me ministrin e Brendshëm, ai ka qenë kryesori, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka qenë kryesori. Nuk është se po denoncoj sot. Unë kam denoncuar që nga viti 2014 dhe në 2016 ndodhi ajo, pra nuk është se e them sot, po të hapesh intervistat e mia që nga viti 2014 dhe sot, jo se kam qenë koherent, po ai ka qenë informacioni, ai ka qenë binja, ajo ka qenë jo vetëm ajo që unë perceptoja apo kisha ndonjë mlef personal, absolutisht jo,
Por thjesht informacion që unë kisha brenda radhës së policisë. Për të mbetur tek aktualiteti, ju si një njohës i mirë i kësaj fushë, ç'not do i vendosnit ose ç'koment do të kishit për bilancin e punës së deri tanishme të drejtorit përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ilir Proda? Shiko, për mua nuk ka rëndësi emri. U thash, është funksion i cili është në ndrysni dhe presionin politik. Nuk mund ta gjykoj dhe absolutisht asgjë nuk ka sjell derisa punonjësit e policisë sot zhvillohet krimi elektoral, edhe në territorin ku zhvillohet me tepër aktivitet politik, ka krim elektoral të cilin unë e kam kallëzuar në institucionin e heshtur, të shurdhër që quhet SPAK, mos gaboj para 5 ditësh, ku kryhet krim elektoral në hapur brenda territorit të qarkut të Tiranës, ku miliona euro të qytetarëve taksapaguesve shqiptar shpërdoren në fushat elektorale në kundërshtim me kodin zgjedhor, me kodin penal dhe kodin procedural penal, dhe institucioni SPAK, policia e shtetit që ka për detyrë që të parandaloj, që të godas, që të dokumentoj, që të kallëzoj dhe të referoj në institucionet përkatëse, çdo zyrtar, çdo kryebashkiak, në rastin konkret kryebashkiakun e Kamzës, Rakip Sulin, i cili nuk ka lënë rrugic edhe me 1 metër gjerësi, edhe me 2 metra gjerësi që s'ka si parametër infrastrukturor, pa ju shtruar ato rrugët me zhavor elektoral, thjesht dhe vetëm për të marrë votat, një zhavor apo asfalt elektoral i cili jetëgjatësinë e tij e ka deri me datën 12 maj, sepse me 12 do fillojnë gropat, sepse ai është shpërdorim, hidhet asfalti sipër pa hedha si gjë poshtë. Sipër dheu direkt, sipër mund të jetë bar, lulish se ç'është, s'ka rëndësi. Është zakonshme kjo këtu, ndosht sa herë ka zgjedhje. Shiko, kjo është e dënueshme. Në qoftë se ne merrem dhe shumë mirë bën SPAK-u që merret edhe me 3 punonjës policia apo drejtues policie të cilët kishin shkelur ligjin, dami që kishin shkaktuar absolutisht drejtues të rrugore se kanë fjalën. Shumë mirë bën për ata, por dami që ka shkaktuar kryebashkiaku dhe kryebashkiakët në një pjesë të madhe tyre, po unë flas për këtë që e di sepse e kam me pamje filmike, me video, me gjitha, me adresat sakta, ndërkohë që kemi zero reagim. Ka ngritur një task force e cila deri tani nuk e kam pasur se çfarë force ka. Do ta presim ta shohim, por se kur do të shohim këtë task force-n e SPAK-ut në terren, unë nuk e di. Jo unë, po nuk e di asnjë qytetar. Ke informacion, sepse besoj në media e ke dëgjuar, ose ndoshta edhe në radhët e opozitës, për një marrëdhënie të ngrirë mes Ministrit Brendshëm dhe Kryepolicisë Proda? Nuk është vetëm marrëdhënie që mua nuk më shqetëson dhe qytetarët nuk më shqetëson se ata kanë marrëdhënie të mira apo të këqija në emrin tjetër, sepse për hir të punës, jo. Marrëdhënie private. Ato i kanë marrëdhënie shumë të mira, derisa punonjësit e policisë. Po reflektohet tek puna ajo? Jo, nuk reflektohet. Tek shërbimi drejt për drejt tek qytetarët, si nuk reflektohet? Jo, nuk kam të njëjtin mendim me ju, do t'ja them sepse nuk mendoj që drejtori i policisë shtetit duhet të jetë në varësinë direkte të ministrit, dhe shumë mirë që marrëdhëniet e tyre. Unë flas në bashkëpunim për të ka detyrim ligjor që një herë në vit dhe për problemet veçanta ta informoj me shkrim Ministrin e Brendshëm për vijimsinë e detyrave dhe të plotësimit atyre prioriteteve dhe politikave që ka qeveria në raport me institucionin e policisë së shtetit, nuk do thotë që marrëdhëniet e tyre të jenë shumë mira apo të mira që puna në terren të bëhet ashtu siç duhet, dhe me tjetër rend dhe siguri. Nuk janë të mira. Jo, dhe realisht ka nevojë për zbërthim edhe kjo. Realisht kur ne duhet të shqetësohemi kur ato janë të mira. Sepse nëse ka një institucion, nëse janë mira duhet të rrim të qetme, nuk ka një zbërthim këtu pse nuk janë mira se është marrëdhënie personale e tyre. Është marrëdhënie personale. Janë drejtojnë dy institucione shumë të rëndësishme si marrëdhënie personale e tyre. Unë po flas në raportin institucional, jo në raportin personal, nuk e di raportin personal e tyre. Po pra si ministër dhe si kryepolicë po flasun nëse i kanë marrëdhënie të ngrira. Institucionalisht personale. Dakor, institucionalisht ai sot nuk ka drejtues në shërbim për çështjet e brendshme dhe ankesa, që është në varësi drejt për drejt ministrit brendshëm, dhe i cili merret me po themi me hetimin e veprave penale apo krimeve që AMP-ja që merret që objekti i punës saj ka subjektet e policisë shtetit, duke filluar nga drejtori i policisë shtetit dhe deri tek punonjësi i policisë i rolit bazë. Pra sot e ka pa kontroll, po themi pa drejtues te këtij shërbimi që kontrollon, monitoron dhe kontrollon dhe referon rastet që janë për të referuar
apo për të proceduar disiplinarisht apo për të proceduar penalisht në institucionet përkatëse. Ndërsa marrëdhëniet e tyre, po themi, ajo që thoni ju, mund t'i kenë të acaruara, për mua nuk bën asnjë sens, personalisht për mua nuk bën asnjë sens, sepse në fund ditës policia e shtetit ka një strukturë e cila duhet të funksionojë pavarësisht marrëdhënieve që mund të ketë drejtori i policisë së shtetit me çdo drejtues, qoftë edhe ministrin e brendshëm, ndërsa unë nuk shoh marrëdhëniet e tyre të acaruar në moment që në fushatë elektorale sot ministri i brendshëm ka involvuar 10 qindra oficer policie, të cilët i dërgojnë lista të votuesve apo i dërgojnë se sa vota do marrë ky, ai e tjerë me radhë, edhe në raport me hetimin e atyre krimeve që ju përmendët dhe ne analizuam më sipër, policia e shtetit nuk ka kohë të mirë shumë to, sepse tani është në fushatë elektorale, për fat keq, që nuk do të ishte në fushatë elektorale, por do të ishte për të siguruar rend, qetësi dhe për të marrë me marrëvajtjen e procesit dhe për të referuar ato që ne i quajmë krime zgjedhore. Kemi po ashtu futjen e policisë shtetit në disa raste për të intimiduar apo për të ushtruar presion në forma të ndryshme, për të lejuar ndërtime pa leje në fushatë zgjedhore, që është një ndër detyrat funksionale apo përgjegjësitë që kanë SPZ-t e zonave, dhe dhjetra krime elektorale që pas datës 11 edhe nëse do ngelen tani në heshtjen e tyre dhe kujtojnë se po i shërbejnë politikës apo vendit tyre të punës, sepse në finale vendi i punës ruhet duke qenë i përgjegjshëm, duke qenë transparent, duke qenë profesionist, duke i dalë përballë të vërtetës dhe duke sakrifikuar në raport me atë që ke betimin, duke i shërbyer qytetarëve, jo duke i shërbyer ministrave, të cilët kërkojnë ca vota më tepër, apo drejtorit të policisë, sepse nëse i thot do mësellash 50, 100 apo 200 vota nga zona, do të jap edhe një grad më tepër, do të transferojë një vend pune më të mirë etj me radhë, ato benefite që ja ofrojnë kundërshtim me ligjin, kundërshtim me kodin zgjedhor dhe me gjithë legjislacionin e brendshëm shqiptar, këtyre punojësve të policisë nga roli bazë deri te roli drejtues, ne kemi parë edhe në përgjigje në për tira me radhë se si involvohen, se si futen dhe bëhen pjesë e fushatës, për fat keq. Un kam qenë shumë vite në policinë e shtetit. Dhe sfidoj çdo njerin, edhe nga punonjësit e policisë që kanë patur jo pak, por shumë varësinë time, në rast se një personi, edhe kur ka pyetur privatisht sa kohë kam qenë me kapelen kokë, nuk e kam orientuar, nuk e kam drejtuar dhe nuk e kam kërkuar votën për asnjë subjekt politik, pavarësisht se bindjet e mia kanë qenë mbeten tek e djallta. Në gjendje është sot policia e shtetit, sepse ju ma paraprit kur cituat një fakt fatkeqësisht shumë negativ kur flasim për policinë e shtetit, shumë efektiv policie ka ndalë jo vetëm në përgjime si të lidhur apo në shërbim të botës së krimit. Ku jemi sot nëse do të bëjmë një bilanc? Pse ka shumë përfshirje e radhëve të uniformave blu në shërbim të botës krimit? Po, do të jem si gjithmonë përpiqje për 100% edhe me dëgjuesit tuaj, edhe me shikuesit, edhe me çdo gjë tjetër, dhe me bashkëbiseduesit, përpiqje për 100% i saktë, i vërtetë dhe jo politik në përgjigje që janë teknike. Dhe në vim të pyetjes suaj, për fat keq sot policia e shtetit ka krijuar një model i cili ecën në karrierë përmes joshjes politike, përmes shërbimeve që i bën politikës, partisë në pushtet, dhe kemi dëgjuar, kanë parë gjithë shqiptarët që kryeministri i vendit ju bën thirrje oficerëve të policisë në Kuçov, në Berat, mos gaboj, që hiqin kapilet dhe përfshirin në fushat me Partinë Socialiste. Kjo ka qenë thirrje më pa precedent, më e paimagjinueshme në konceptin tim, që mund të bëjë një kryeministër i një vendi, duke ditur që policia e shtetit është institucioni më i papolitizuar nga ana ligjore, që duhet të jetë një shtet. Po ashtu kemi parë në kundërshtim me ligjin oficer dhe ish kolegë të mit që i kam parë me dhimbje të mëdha kur janë mbledhur ke drejtoria e Tiranës me një banderol në mbështetje të Sajmir Tahirit, funksion politik, u largua nga ministri i brendshëm. Pra ishte
nuk konceptoj nga asnjë më përpara. Po mirë, ma thoshte dikush që mund ndodhe. Në mas e uniformave blu në botën e krimit kam përshtypjen që shkon për shkon domethënë për hir të pagave, të gjendjes ekonomike e bëjnë këtë. Nuk rezistojnë dot joshjes së fortë të botës së krimit, apo nga që është e kriminalizuar e gjithë Nuk është e gjithë gjëja pra. Nuk është e kriminalizuar e gjithë policia e shtetit. Absolutisht jo. Nuk jam në gjendje ta përcaktoj masën, por jam i bindur. A çdon kupola drejtuese në këtë drejtim? Kush problemi? Jo, a them unë se ku është problemi. Sepse drejtimi i policisë së shtetit, funksionet drejtuese të policisë së shtetit janë të përcaktuar nga bota e krimit, nga krimi organizuar. Ai që do të ngrihet në karrierë janë ngritur vetëm një pjesë dërmuese, jo vetëm. Pjesa dërmuese e drejtuesve duke filluar nga shefa komisariatesh, shefa sektorësh, drejtorish, drejtor qarqesh. Jo, shiko, në moment që ti ke inkriminuar gjithë kupolin drejtuese të një komisariatit, një drejtorie, atëherë detyrimisht që ti do zbresësh deri poshtë. E gjithë zinxhiri i policisë, sepse po të mos ishte i inkriminuar gjithë zinxhiri i policisë, nuk do të arrijë që Shqipëria të bëjë vend tranzit, magazinimi dhe tranzitimi i drogave të rënda. Nuk do të arrijë që Shqipëria të ishte në kanalet kryesore të botës së krimit, kanalet më të sigurta, sepse pa një garanci të tillë, pa një polici të inkriminuar, po themi në linjë vertikale, hierarkike, nuk do të arrijë që Shqipëria të kthehej në vendin më të sigurt për grupet e krimit organizuar, por nuk do të arrijë që të kanabizojë i gjithë territori i Republikës së Shqipërisë, qofse ne do kishim nga SPZ-ja deri ke drejtuesi i qarkut, deri ke ministri i brendshëm, sepse vetëm në lumin e Vlorës, në luginë e Vlorës, më falni, ka fluturuar rreth 3 minuta e gjysmë 4 minuta helikopteri Guardia di Financës duke filmuar parcelat e Ashashit në 2016 dhe punojësit e policisë aty vetëm po të ishin të verbër apo mos ekzistonin fare sepse nuk do kishte asnjë mundësi që ato të zhvilloheshin, të kultivoheshin dhe të kryer i gjithë cikli i tyre deri në tranzitimin e tyre në një siguri të plotë. Tani, duke qenë se jemi në fushatë elektorale, përpara kemi zgjedhjet e 11 majit, a jemi të rrezikuar në kontekstin e sigurisë publike për shkak se krimi i organizuar mund të shfrytëzojë këtë moment kur përqendrimi, vëmendja, investimi është i gjithi tek edhe i drejtësisë në rastin konkret, pikërisht tek krimi zgjedhor, tek zgjedhjet, tek fushata, për të përsëritur ngjarje të tjera si ato që kemi parë? Në raport me ngjarjet kriminale, krimi i organizuar, po edhe çdo lloj krimi tjetër, përpiqet që të shfrytëzojë momentet kur policia e shtetit është fokusuar ose ka prioritet momental çdo lloj aktiviteti publik, apo është puna e saj është e përqendruar si në rastin konkret në fushat zgjedhore. Por puna e policisë në fushat zgjedhore është ajo që ngarkohet më tepër me orë, ngarkohet më tepër me aktivitet. Detyra e saj është që të shkelë dhe të patrollojë më tepër territorin, të marrë në vëzhgim e gjurmim element kriminal me dosje të cilat i ka patur dosje apo që zhvillojnë aktivitetin politik, aktivitetin kriminal në fushat zgjedhore që afrohen subjekteve ndryshme politike, që afrohen kontakteve për të gjetur një mbështetje nesër pas nesër kur të vi X e Y në drejtime të ndryshme, brenda apo këto që janë sot janë absolutisht në çadrën e tyre. Kjo është puna e policisë së shtetit. Pra puna e tyre tani do të jetë akoma më e fokusuar, akoma më energjike, akoma më organizuar dhe duhet godasin sepse goditja një orë më shpejt sjell edhe atë që ne quajmë efekt frenues, ka pra nëse ti godet krimin tani, nëse ti por nuk transferon element kriminal për të shërbyer X-it dhe Y-it apo nuk transferon drejtues policie sipas interesave. Pra nëse ti çon drejtues policie atë që ta kërkon subjekti politik, partia shtet që është sot, atëherë ti ja ke lidhur duart sepse ti ke dhënë mesazh gjithë punonjësve të policisë në varësi ti që ju do të jeni në funksion. A është krimi i përfshirë në këtë fushat elektorale, në këto zgjedhje dhe në ç'më mënyrë? Në raportin tim personal politik, mua nuk më bën shumë sens. Realisht ju them, nëse krimi është apo jo, nuk kam mbrojtje që ta denoncoj, ta kallëzoj, ta referoj dhe të përballem me të pavarësisht se sot s'kam asnjë mbrojtje
t'jemi sinqert dhe s'kam asnjë besim tek institucionet. Jo, nuk kam fare besim tek institucionet, sepse un kam parë me sytë e mi se si institucionet kthehen në mbrojtje të krimit dhe jo përballë tij. Por me informacionet që kam, krimi vazhdon të mbështesë partinë shtet, i garantoj që mbas datës 11 ata do të marrin përgjigjen e merituar institucionale, e mbështet me format që ai din shumë mirë, e mbështet të gjithë ato subjekte politike të Partisë Socialiste, duke u bërë pjesë e shtabeve tyre elektorale, duke u bërë njësh me ta, duke parë që një pjesë e tyre e drejtuesve politik apo e kandidatëve të Partisë Socialiste janë me precedent, apo janë persona të cilët janë subjekte, jo precedent, janë subjekte të SPAK-ut dhe janë njësh me ta. E shohin modelin e tyre, shikojnë tek lista e Partisë Socialiste, ndërkohë që përballë ka një listë, jo që jam unë pjesë e saj liste, po ka një listë e cilën e kanë frikë nesër pas nesër. Mbas datës 11 do ta kenë frikë, sepse kanë forcën, ne ju kemi treguar dhe në 2007 në krimit organizuar. Ju kemi dhënë përgjigjen e merituar institucionale, unë kam qenë pjesë e policisë shtetit dhe atëherë, dhe ju kemi dhënë përgjigjen e merituar institucionale, do t'ju japim seriozisht mbas datës 11, do të përballen me forcën e ligjit. Ke pritshmëri nga SPAK për krimet zgjedhore? Unë realisht nuk kam. Pse? Nuk kam, unë e kam me prova. Në vitin 2023 unë kam qenë një prej kandidatëve për kryetar bashkie në bashkinë e Kamzës, dhe kam referuar 100 emra, me emër mbi emër, atësi, vendodhje, veprime të cilat kanë kryer përballë Rakip Sulit, po. Përballë Rakip kompjuterit dhe me krim kibernetik ka manipuluar, ka vjedhur mandatin e kryetarit bashkisë Kamzës. I kam garantuar si nga ana duke garantuar nga ana financiare, në aspekt me mbulimin financiar që do i bëja ekspertëve ndërkombëtar për të bërë një ekspertizë të makinerive elektronike, por dhe më rënda është sepse ato kanë parë vepër penale duke ndodhur aty për aty, me pamje filmike që unë ja kam dorëzuar, duke parë operatorë të cilët votonin personalisht vetë. Gati flagrant, po them. Jo, është direkt, jo, është flagrant sepse menjëherë pra flagranca është ka filluar dhe s'ka përfunduar. Në moment që ti e vën DNI, ti quhesh në flagrancë në moment që ti e vën DNI dhe mund të shkosh të arrestosh në çdo moment. Nga kjo eksperiencë personale ti thua që nuk ke besim. Jo vetëm ajo, por edhe referimi që kanë bërë, kallëzimi që kanë bërë. Po. Para 5 ditësh, unë nuk shoh që të ketë asnjë lëvizje. Edhe sot, edhe tani që po vija, në rrugë, jo, më fal. Edhe tani që po vija, në rrugën Dervish Ruzha në Babru, po shtroi zhavor elektoral, nuk ka asnjë tabel me punojës bashkie, nuk ka tabela, është akt administrativ, e cila tregon tenderimin, e cila tregon fillimin dhe përfundimin e punimeve. Pra këto para që janë taksat, edhe mijat edhe tuajt edhe çdo taksapaguesi qarku Tiranës apo të pjesës, po themi, sepse ka disa tendra që bëhen me administrim lokal bashkiak, po ka edhe tendra që bëhen nga buxheti i shtetit. Dhe në moment që ti nuk ke asnjë njoftim, akt administrativ siç është tabela e punimeve, atëherë ajo vepër publike që po rikonstruktohet apo po ndërtohet nga e para, është kundërshtim me ligjin, është ndërtim në final, është ndërtim pa leje. Dhe këtë ndërtimin pa leje, një qytetar i cili me pagën e vet, me ato remitanca që i sillen fëmijët e vet që rroptohen në emigrim, në qoftë se shkon për të rregulluar çatin, ne marrim e arrestojmë, e fusim burg edhe. Edhe denojmë. Edhe do paguaj çimet e kokës në prokurori me avokate me tjera me radhë në një shtet i cili ka dështuar në çdo aspekt, në dhënie drejtësisë, një drejtësi e cila do t'i jepet ndoshta një vendim që do t'i jepet mbas 10 apo 15 vjetësh. Tani unë nuk e kuptoj se ja shkatrojmë jetën, ndërsa kryetari i bashkisë me drejtorët e tij në varësi, me taksat tona arrin që të kryej vepër penale çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë, i pashqetësuar nga SPAK-u, i mbrojtur, jo vetëm i pashqetësuar. Ço shpreh gabim, i mbrojtur nga SPAK-u. Në moment që un kam bërë mbi 5-6 kallëzime, jo vetëm un, kanë bërë edhe të tjerë. Po mirë, dakor, tani ju thoni, po jo se ka një paradoks këtu. Për shembull, ju thoni që ose më saktë denonconi gjithë këto prova, fakte, sipas jush që i keni çuar edhe në organet e drejtësisë, për kundërshtarin tuaj politik.
Atëherë pse nga ana tjetër ju shprehni siguri për fitoren e 11 majit? Ku e dini ju që nuk do të ndodhte e njëjta histori nëse marrim të mirë qen denoncimin tuaj? Ja kanë heq vetëm një mekanizëm, jo se ja kanë heq, edhe ja ka heq KQZ-ja, një mekanizëm i cili e shpëtoi në 2023-shin rakipin në Kamës, vetëm votimin elektronik. Ishte vetmja mundësi që ai të merrte bashkinë e Kamzës, edhe sot po të dilni, pa mua në çdo lagje të Kamzës, do ju thonë që edhe socialistët vet janë të habitur se si ka fituar rakipi në Kamës, sepse në çdo 3 prekje një shkonte për në çdo 3 prekje në emrin tim, çdo klikime 3 vota që i bie në votim elektronik, një prej tyre shkonte për rakipin. Pra ai ka marrë eksaktësisht dhe bëhet një analizë, ka marrë 1/3 e votave që du të kalonte. Po dakord, po vetëm kjo është forma. Pra algoritëm, vetëm atë mundësi, vetëm përmes asaj forme nuk ka influencuar edhe më para. Partia Demokratike pas ka gënjur kur ka denoncuar gjithmonë që Edi Rama i ka vjedhur zgjedhjet në rang kombëtar. I ka vjedhur, po them për Kamzën. Po kemi pasur numërim elektronik gjithandej na. Jo, ne po analizojmë, ka edhe metoda tjera. Ne po analizojmë Kamzën tani. Dhe pra në Kamz nuk aplikohet asgjë. Se deri para pak thotë që po hidhet asfalt, prandaj. Po pra, është një formë thash ajo. E vetmja mënyrë dhe ju më pyetët se si do fitoni. Në 11 maj. Po pra, po, ai mund të përdorë edhe forma alternative. Jo, po pra, një nga forma, thash, forma kryesore ka qenë kjo. Pra 1/3 e votave. Rakip Suli e ka marrë me mashtrim kibernetik, kompjuterik, krim kibernetik. Fushë cilin besoj që e një mirë sepse kam qenë 8 vjet shefi i atij sektori. Nuk mu dha mundësia nga institucionet, është akoma edhe ky është kallëzim në SPAK, që s'është dhënë asnjë përgjigje akoma. Dhe pres që ta japin atë përgjigje, aty janë kompjutrat dhe ju kam thënë hapni 10 kompjutra nga 136 që janë, nëse ato dalin që nuk ka ndërhyrje kibernetike, unë mbaj përgjegjësi edhe penale edhe politike. Nëse s'ka ndërhyrje. Dhe i kanë hequr nga çekullimi sot ato. Sepse e din shumë mirë se çfarë kanë bërë, i kanë parë edhe në pamje filmike si i hedhin në kamiona. Si keni u pritshmërit për rezultatin e Tiranës? Në rang koalicioni klas. Koalicioni pritshmërit dhe sondazhet e mia maten në terren, nuk maten në media. Nuk i besoni sondazhet në media? Nuk i besoj. Po pse? Nuk i besoj sepse un kam parë në media që ato serviren dhe sondazhet e tyre merr një telefonata. Zgjedhja ta i shkojnë shumë afër rezultatit. Jo, un kam parë edhe sondazhet në Amerikë. I keni parë dhe ju si dolën. Ishte për të fituar kundërshtarja e Trumpit. Jo se kemi shpëtim fare. Ju siguroj për një diçka. Unë të thash njoh nga 2021 dhe në vim, unë jam në fushat thuajse çdo ditë. Po fol për sondazhet që bën në terren. Unë po flas për sondazhet që bëjmë në terren. Si bëni sondazhet në terren? Unë sondazhet e mia po marr veten time si kandidat që jam listë hapur. Sondazhe personale. Unë po marr veten time, nuk do bëj, nuk kam dalë sot në cilësinë e përfaqësuesit të Partisë Demokratike. Kam dalë metodologjinë. Absolutisht. Si një kandidat dhe kam derë që të jem në siglin e Partisë Demokratike, por unë po të them një formë, nuk kam marr fare listën e Partisë Demokratike, duke i respektuar absolutisht gjithë demokratët sepse më kanë votë besuar edhe në primare për kryetar, edhe për kandidat për kryetar bashkie dhe sërish masivisht më kanë votuar ndër më të votuarit në Tiranë si kandidat i Partisë Demokratike dhe kam kërkuar në media direkt që të jem listë hapur, jo listë mbyllur. Por unë kam marrë dhe telefonoj listën e Partisë Socialiste, jo të Partisë Demokratike. Telefonon qytetarët që kanë bindje të majta? Që ne kemi listuar. Prit ta them. Keni ju patronazhist? Jo patronazhist, jo. Jo, në çdo palë zgjedhje, ka një selektim liste, ka antar të Partisë Demokratike, lista antarësisë së Partisë Demokratike, lidhet e tyre familjare për supozohet që 70-80% vinë djathtas, siç kanë janë, siç ka listë patronazhimi, po. Jo, nuk është patronazhim, është analizim. Po pra, analizë që të patronazhim, jo, patronazhim do të thotë që ti të ndjekësh qytetarin në privacy-n e tij. Ne nuk cenojmë privacy-n e asnjë personi. Okej, ju bëni një analizë. Ne bëjmë një analizë. Nuk është patronazhim, është tjetër gjë. Telefonon të majtët. Dhe unë telefonoj hap listën e të majtëve. Po. Dhe ju garantoj që në 10 telefonata që bëjnë të majtët, sepse unë i njoh pjesë të madhe të tyre, se në një vend jetojmë. Dhe ju garantoj që mbi 6 deri në 7 për 10 telefonata. Nga 10 telefonata do të votojnë koalicionin tonë, do të votojnë njëshin dhe do të votojnë një ndër emrat e listës. Jo, shiko,
unë nuk i detyroj. Për mos u dukur keq, për të respektuar ton po do të votojmë. Nuk kanë detyrim aq shumë ndoshta për të Jo, respektuar mua. po ti e di që thuhet edhe kjo. Jo, unë i përshëndes dhe thjesht ju them, a jeni dakord me këtë qeverisje që ka 12 vite? A jeni dakord me taksat? A jeni dakord me pensionet? A jeni dakord me pagat? A kërkoni që të reduktohet çmimi i energjisë elektrike që është bërë gangren? A kërkoni që të ketë një legalizim vërtet falas dhe sipas atyre? Mund të jenë pak A kërkoni që çmimet e karburanteve të reduktohen në minimalisht 1/3 e tyre? Dhe unë nuk thash se përkthejnë vot 100%. Po mirë, Edhe sondazhet e medias nuk janë 100%, janë një parafërsi drejt rezultatet dhe lëvizje me 1% caktuar. Këtu po e bën një palet tret, nuk po e bën direkt politikane. Jo, po ju them, dakord, unë po ju them tani në atë që bëj unë. Njëjtën gjë mund ta kem bërë edhe në 2023, nuk ka qenë ky feedback. Okej, dhe si del, keni bërë një kalkulim si pritet rezultati në Tiranë në rang qarku? Unë mendoj që në rang qarku dhe mendoj dhe besoj shumë që në rang qarku Partia Demokratike merr 19 deri 20 mandate. Ndoshta ju duken pak më tepër po të themi idealist. Por jo, nuk është idealizëm, kjo është pragmatizëm, kjo është ajo që ne matim terren, kjo është ajo që shkelim çdo ditë. Unë tani që erdha në studion tuaj, njëjtën gjë keni thënë edhe në zgjedhjet e tjera ju dhe ka rezultuar ndër. Po njëjtën gjë keni thënë. Nuk shiko, unë po i them 2021-shit në këtë studio, apo në studiot e tjera kudo kuftoheshin kandidatët nga radhët e opozitës, këtë gjë thonin. Dakor. Që me 2 mandate në qeverisje Edi Rama është konsumuar, qytetarët janë zhdënjur. Jo, unë nuk them që është konsumuar, është kriminalizuar. Dhe janë dy gjëra të ndryshme me konsumimin. Keni pasur, e keni të vjetër këtë akuzë, nuk është konstatim. Nuk është akuzë. Unë kam lexuar dhe kam studiuar drejtësi disa vite, jam edhe pedagog në fakultet drejtësisë dhe e njeh shumë mirë fushën politike, ndoshta edhe në aspektin teorik. Dhe nuk di ndonjë qeverisje në planet që të jetë kaq e inkriminuar dhe të ketë një aparat qeverisës pas hekurave dhe të ketë një kryeministër që qëndron akoma në këmbë. Nuk i jap shpjegim. Kjo ndodh sepse vërtet nëse dini edhe kur Shqipëria u pushtua nga Gjermania, kishte një heshtje. Po ajo ishte urrëtitje. Edhe sot, po dalësh në disa rrugica, ka një heshtje nga Afrika. Nga Afrika e vendit punës, nga Afrika sepse ky të ndërshkon me gjoba, nga Afrika sepse ky të prish cilësinë e jetës. Duket vend patronazhist. Do të thonë votojnë Raman nga Afrika thoni. Dhe jo, sot është kriju kjo gjë në Afrikë thash. Dhe këtë përgjigje Edi Rama do ta marrë me 11 maj në kutitë e votimit. Dhe ajo që perceptohet dhe kur telefonohet nga media, po themi, nëse do hyjmë të bëjmë një analizë të sondazheve, thotë media të përgjigjen sinqerisht. E merr media, ju marrim nga X media, nuk po i zë me emra mediat, sepse ne gjithë këtu në realitet këtu jetojmë. Dhe po të marrin syri, po marr syrin që nuk më merr për keq, po të marrin syrin mua si qytetar thjesht, i them do votoj PD-n. Ati mund t'ja them. Kurse mediave tjera rezervohem, sepse jo pak raste ka dalë që qytetarët e dinë, filan media është po mirë, para 2 ditësh, 3 ditësh, mos gaboj, kryeministri Rama e tha publikisht që edhe bota të përmbyset, Partia Socialiste më 11 maj nuk zbret nën 71 mandata. Ku e gjen ai këtë siguri? Ai të siguri dhe këtë perceptim nuk e di ku e gjen. Ai tentoi që të bënte 2 herë takime, njëherë e mbushi aty me ca karrike me fëmijë, të cilët për mendimin tim bëri përsëri një akt turpshëm, dënueshëm, të dënueshëm ndoshta dhe penalisht, duke i bullizuar të gjithë fëmijët, pra që një pjesë e tyre mund të ishin adoleshentë apo edhe ndoshta edhe më poshtë, duke i treguar që nëse doni të më shikoni mua, lakurish mund të klikoni nudo, mund të klikoni në Google dhe shikoni kryeministin e vendit. Pra, unë nuk e di se çfarë mund thot tjetër më të dënueshme nga opinioni, nga familja, nga shoqëria dhe nga morali që ka shoqëria shqiptare. Sepse në fund ditës shoqëria shqiptare, një ndër normat më të konsoliduara shoqërisë shqiptare është ajo e nderit e familjes. Dhe në moment që ti i bën një thirrje, ke shkaktuar një dëm psikologjik dhe një bullizim të gjithë brezit, po themi të rive e trejave. Nuk e di se çfarë perceptimi mund sepse ato fëmijë janë pjesë e jone, e gjithë shoqërisë, edhe imja, edhe juaja, edhe gjithëve bashkë. Dhe nuk e di se si mund t'i them unë nesër po t'isha mbështetës i Partisë Socialiste, si mund t'i thoja
motrës, tjetrit të afërmit apo dikujt tjetër që të votojnë një njeri që thot Google-oni ke emrin im sepse do më shikoni nudo në X vend. Pra edhe morali i kësaj shoqërie edhe nuk e di ndonjë i majt apo njeri që s'ka, po themi pjesa gre që ne e quajmë pjesë gre, që s'ka ndjesi politike, mund ta orientojë votën drejt këtij modeli qeverisës. Pra unë mendoj që ai duhet refuzuar jo vetëm për këtë, duhet refuzuar edhe se nuk sjell asgjë në program, nuk sjell asgjë ndryshe dhe thotë shikoni një pasaport europiane në 2030, një pasaport ku do ju shkoj me pensione me 100.000 lekë, nuk di çfarë vendi dhe në cilin vend, cili nga shtetet e rajonit është pranuar në Bashkimin Evropian me një pension 100.000 lekë të vjetra në muaj. Kur për 12 vite as inflacionin që është nga indeksimin e rritjes produkteve nuk e ka indeksuar në pensione, por se për ngritje nuk bëhet fjalë që të ngrej pensione. Nuk ka zero. Në të gjithë qasjen që ka ndjekur Partia Demokratike me nënkrye Sali Berishën për zgjedhjet e 11 majit, që nga primaret, që nga listat e tjerë, me ata që la jashtë listave dhe jo zbatimin sikurse e premtoi të procesit primareve dhe rezultatit tyre e tjerë. Si e keni ju komentin tuaj për te, se e di që nuk do gjeni asnjë gabim, po ndoshta mund të jeni realiste, mund të thoni diçka tjetër, se nuk është se pres që të njihni ndonjë gabim. Për shembull ka nga ata që dolën më të votuarit në primare që u lanë jashtë, siç ishte Dashnor Sula për shembull. Ja, un kam një qasje tjetër ndoshta për politikën. Unë ato që s'm duken drejta i them brenda subjektit tim politik, në takimet që kam. Ka shumë analistë që për shembull kritikojnë listat e PD-s, se thonë që kanë mbetur sërish xhaketat e vjetra, ndërkohë Rama ka operuar ndryshe duke integruar në lista shumë të rinj. Ne unë nuk e konceptoj politikën që duhet imitojmë Ramen, sepse po do të imitojmë Ramen edhe në mënyrën se si janë përzgjedh. Ato kanë patur një aplikacion. Unë them që të shkosh tek qytetari me një alternativë sa më të freskët, sa më. Shiko, qytetarët i kemi me alternativë shumë të freskët. Në vendin ku unë zhvilloj me tepër aktivitet. Po mirë, ma nis me primaret. Dhe politik do dalte, po. Si po? Unë ta ilustrova me një shembull. Ka edhe të tjerë po. Po ta ilustrojnë me disa shembuj. Jo, ti përgjigjur për shembullin që dha shumë. Për shembullin që ndhe ti. U zhvilluan primaret, mos gaboj me datën 1 mars. Po. Dhe nga primaret doli një listë e personave që ishin më të votuar. Po. Një ndër ta jam edhe unë. Po. Kam dalë i 6-ti në qark, pa u numëruar pas Kuqane. Po. Qarkun e Tiranës. Jam pjesë e listës hapur, e kam kërkuar vetë, ju thash edhe më lart. Kam dalë media dhe kam kërkuar edhe për ata. Një ndër më të votuarit është po ashtu, është Kleviz Balliu, që është në listë mbyllur. Dakor? Një ndër më të votuarit në listë hapur është Jorida Tabaku. Po. Një ndër më i votuarit futen në zonën. Jo, nuk ka, shiko, jo, e di pse duhet, jo, kjo bën sens. E di pse duhet jemi në listë hapur dhe jo të mbyllur. Ai që është nështruar procesit primareve dhe kërkon që të hyjë patjetër listë mbyllur. Okej, do të thotë që ai ka frikë. Unë ato 500-600 vota, unë me datën 11 maj, Partisë Demokratike duhet të dërgoj të paktën 6.000-7.000 vota. Në të kundërt ato votat nuk janë reale. Edhe pse u votuan masivisht në primare. Nuk u la asnjë jashtë. Ato dolën jashtë. Po. Jo. Ai ku vetë Dashnor Sula. Iku vet. Listë hapur e kishte vendin. As në listë hapur nuk e kishte. Jo, ai nuk ka qenë realist, po ja u them unë. Po kishte nga ata që nuk morën vota fare në primare, nuk u votuan fare dhe u futën në listë sigurt. Kanë hyrë nga partitë që janë në koalicion. Jo, s'kan hyrë nga partitë në koalicion, se janë emra nga PD-ja. Më thuaj një emër dhe them unë sepse të gjithë kanë qenë partitë koalicionit, nuk ka hyrë. Po pse koalicionit është Floriana Garo? E PD-s është. E PD-s është, po. Sa vota morin Durrës? 36. Por shiko, tek të jemi korrekt, tek gjinia femërore një nga ka kuotën 30% që do të jetë patjetër e listës. Pra nuk ka dëmtuar asnjë kandidat që dali nga lista që të lëshoj vendin Florianës. Thjesht është pjesë e listës, do të sjellë absolutisht disa vota, sepse nga që s'ka qenë pjesë e strukturave, Floriana normal që nuk do të votojë, por nuk do të thotë që s'ka vota. Ai ka vota qytetarë që janë pjesë e Partisë Demokratike. Pastaj mbyllja në listë
po themi e sekretarit përgjithshëm, e kryetarit forumit, po themi pjesës drejtuese, kupolës drejtuese të Partisë Demokratike për mua është modeli më i mirë dhe do t'ja them se pse. Shkurt, në qoftë se unë do të isha pjesë e listës mbyllur, unë nuk do ta kisha forcën që ka sot sekretari i përgjithshëm për të bërë fushat në gjithë Shqipërinë. Sepse sekretari i përgjithshëm njihet në gjithë dhe ai mund të bëjë fushat në Kukës, mund të bëjë në Sarand, në Korçë dhe gjithkund tjetër. Pra është i lirë dhe mund të merret me organizimin. Në qoftë se do të ishte në listë hapur, ai duhet të përqendrohej vetëm tek Tirana. Të njëjtën gjë për kryetaren e gruas, e njëjta gjë për Belindin, e njëjta gjë për atë të forumit rinor e tjera me radhë. Pra mendoj që në aspektin politik, jo personal, të kandidaturave, i shërben më mirë ky model. Dhe unë kam qenë pro këtij modeli që nga fillimi. Unë thash dhe më lart, ata që janë më të votuarit, uroj që të jenë edhe më të votuarit tani, sepse ata kanë marrë mbështetjen e demokratëve dhe do ta kenë mbështetjen e tyre edhe në kandidaturat që kanë tani përballë kundërshtarit politik, sepse ne brenda listës tonë s'kemi asnjë kundërshtar. Okej. Ta mbyllim me një pritshmëri për rezultatin final të 11 majit në rang kombëtar. Në rang kombëtar, Partia Demokratike bëni ju sondazhe në Partinë Demokratike për domethënë në rang vendi? Absolutisht. Meqense i injoroni këto dhe nuk i besonit mediave. Absolutisht. Si u nxjerrin? Absolutisht na nxjerrin fitues real, jo imagjinar, jo me ato dëshira, por fitues duke prekur terrenin, duke ju afruar unë nuk di ndonjë qytetar që deri më sot nuk ka shprehur interes për të lexuar dhe për ta në disa raste pse jo, dhe për të komunikuar, debatuar me ne në rast se ky program kaq ambicioz është apo jo i realizueshëm pas datës 11. E di që pyetja më nëse nuk shkon, po unë do ta bëj. Nëse Rama merr mandatin e 4, ju humni në këtë zgjedhje, çfarë do thotë kjo për Partinë Demokratike? Rama nuk ka asnjë shans që të marrë mandat 4. Mandati është i qytetarëve, ai do të refuzohet masivisht, siç po braktiset në çdo takim ti. E keni parë, është simbolik kjo që bëri Bashkia e Tiranës. Imagjinoni një takim që e bën kryeministri i vendit, njerëz me kapele dhe me syze, të fshehur, thjesht se kishin dalë detyruar aty. Imagjinoni atë njerëzin nesër. Nëse merr dhe këtu, dua ta mbyll duke u rikthyer sërish në profesionin tënd të vjetër. E parashikoni të qetë këtë fushat elektorale dhe të gjithë procesin zgjedhor, apo mund të pritet ndonjë episod tensionimi, si duhet jetë? Unë uroj që të jetë e qetë. Jo, unë them si e nuhasni ju nga përvoja. Nga përvoja, duke parë dhe sjelljen anormale të kryeministit dhe institucioneve të tij në varësi, mund të ketë tendenca dhe do ketë absolutisht ai atë ditë bëj për manipulim, për të ushtruar presion mbi votuesit. Por tani me kuptimin e sigurisë, në kuptimin e sigurisë, në kuptimin e rëndë të sigurisë, sepse të gjitha ndërthuaren, ju thash edhe më lart, fatkeqësisht ndërthuaren me politikën dhe në qoftë se dhe me qenë se ai e shikon veten në rrezik, me të drejtë e shikon veten në rrezik, do zhvilloj do involvoj çdo levë të tij për ta mbajtur me dhunë pushtetin, por absolutisht ai e ka të pamundur përballë gjithë jo vetëm opozitar, jo vetëm ne, po gjithë qytetarëve të ndershëm këtij vendi, të cilët janë të bindur që me datën 11 është fundi i tij politik. Dhe në këtë kontekst mund të ketë tentativa për të intimiduar, pse jo edhe për të inkriminuar apo për të shtyrë drejt veprave penale dhe kandidatët, për thënë që ja, edhe këta ka një model të tillë 1, 2, 3, siç i kemi ne, se ai ka me shumicë, ka nga aja ke zheja të gjithë me radhë. Ne nuk i njohim realisht, kandidatët e tij nuk i njeh kush në Kamës. Po them për Kamës janë 2, 3. Unë edhe kur i pyes ata të majtit që thotë jam i majt, them kë keni kandidat ju që debatojmë me të edhe në studio, edhe pse jo, edhe në terren. Debatojmë kuptimin e mirë të fjalës. Jo të bëjmë debate kështu, po të bëjmë debate për hir të shoqërisë, zhvillimit, programit. Nesër më të mirë. Nuk i njeh kërkush. Nuk i njeh askush, por janë thjesht deleguar të X-it dhe Y-it, që përfaqëson I klan, X grup, të cilët tendenca e tyre është për të kryer vepra penale dhe për të ushtruar presion
e kanë të pamundur me ne, sepse ne kemi një listë dinjitoze, një listë që nuk i tremem ne as presioneve, as jo nga grupet kriminale, nga kryeministri i vendit, po nga askush tjetër, përveç së drejtës, të vërtetës, asaj që ne mendojmë dhe shpresojmë që nesër i pret shqiptarët, i pret të gjithë dhe unë do të jem zëri i tyre në parlament. Dhe sinqerisht ju garantoj që do të jem zëri i tyre i vërtet real dhe do të përfaqësoj në mënyrën sa më të drejtë, të vërtetë e dinjitoze çdo vot që besohet tek Partia Demokratike dhe tek emri im personal. Falenderoj shumë që të kisha në studio, të uroj suksese. Ju falenderoj ju. Faleminderit të nderuar miq, Pashoq vjen sërish me një tjetër hapësirë, me një tjetër të ftuar.